Debati për një kafe është bërë shkak për vrasjen e 2 të rinjve në Mans të Durrësit. Ngjarja tronditse ndodhi rreth orës 1:45 të mëngjesit në një lokal në afërsi të një pike karburanti. Daniel Pepa dhe shoku i tij Arjanit Kurti hynë brenda dhe i kërkuan kamarierit Alteo Pepa që të shërbente kafe, por ky i fundit u tha se e kishte fikur ekspresin. Kaq mjaftoi që ai të përballej me fjalë fyese nga klientët. Në mes të debatit ndërhyri një tjetër i ri, Flori Paluçi, i cili doli në mbrojtje kamarierit. Brenda pak minutave, konflikti verbal mes tyre degradoi në përdorimin e armëve. Sipas policisë, Flori Paluçi qelloi për vdekje Arjanit Kurtin, 23 vjeç, dhe më pas Daniel Pepa i është përgjigjur me armë, duke e lënë të vrarë Paluçin, 33 vjeç. Sipas dëshmisë së kamarierit, ngjarja ndodhi jashtë ambienteve të lokalit. Ishte ora rreth 1:45 në momentin e ngjarjes. Ishin 5 persona. Daniel Pepa hyri i pari në lokal me shokun e tij dhe më kërkoi kafe. Ekspresi ishte fikur dhe ju thash nuk shërben kafe në këtë orë. Ai më ktheu se dua kafe patjetër dhe filloi të më fyende me fjalë të rënda. Nuk e vazhdova më bisedën, por ndërhyri Flori Paluçi për të më mbrojtur mua. Flori është banor i zonës dhe klienti i lokalit, pra e njoh. Aty filloi konflikti fizik mes tyre dhe dolën përjashtë lokalit për të vazhduar konfliktin. Më pas dëgjova të shtënat mes tyre dhe ndodhi ajo që ndodhi. Banorët e zonës ndihen të tronditur nga krimi i dyfisht. Unë erdhëm në mëngjes, gjeta karburantin e rrethum ndalohet sken krimi dhe aq di, më shumë s'di gjë. Çfarë ju thanë se duke qenë këtu afër, po çfarë ju thanë? Ka ndodhur një ngjarje, tha mos u afro dhe komet atje derisa ka ikë policia. Ai njihni këta çunat që u vranë sot, që janë vrarë? Na ka trondit neve kjo, po unë tash se kam marrë vesh se as jo deri tash. Po na ka tronditur on prapë të shinodhin, ç'të bësh? Çfarë mendoni? Pse ka ndodhur? Nuk di. Nuk i njihje çunat që janë banorë të zonës? Po. I njihje. I njihje, ku ka kushëri bile. Kushëri. Autori dyshuar Daniel Pepa, 21 vjeç, është aktualisht në kërkim, ndërsa forcat e policisë po zhvillojnë kontrolle intensive në zonë për kapjen e tij. Në polici ndërkohë janë shoqëruar edhe 7 persona, të cilët po japin dëshmi për ngjarjen.